A je djathak, a majtak. Këto nuk e ke zgjidh ti, po e ka zgjidh truni yt qysh prej kur ke qenë në barkun e nanës. 90% njerëzve janë djathak, që do të thotë se dorën dominante e kanë të djathën. E kjo dallohet prej kur je foshnjë në bark, ku 90% e foshnjave që janë pa në ultrazo e kanë thith gishtin e dorës së djathtë, pra vendimi merret goxha herë. Edhe kafshët po ashtu e kanë një gjymtyr të preferuar. Kuajt i bojnë hapat më të gjatë me komen e djathtë, prandaj edhe garat me kuaj zhvillohen në drejtim të kundërt të orës, pikërisht për këtë arsye. Krejt kjo janë nis në tru si gjithçka tjetër. Truni jon dën me kursy energji, edhe detyrat e caktuara dëshiron me i dërgu në për zona të caktuara që informacioni mos rollat, po secili funksion me pas zonën e vet. Në tru i kemi dy hemisfera, hemisferën e djathtë edhe të majtën. E truni jon punon në një mënyrë goxha të çuditshme. Informatat prej anës së majtë të trupit shkojnë në hemisferën e djathtë, kurse ato prej anës së djathtë shkojnë në hemisferën e majtë. Që i bjen që dora jote e djathtë kontrollohet prej hemisferës majtë. Do më thonë krejt lum, po kjo e ka një arsye. Dora, me cilën jeni precis, kontrollohet nga hemisfera që e bën procesimin më precis të informatave. 90% të njerëzve që e kanë dorën e djathtë dominante e kanë hemisferën e majtë më precize në procesimin e informatave gjuhësore. E të njerëzit që janë majtak, puna shtjellet pak. 40% të majtakve e përdorin hemisferën e djathtë ose i përdorin të dy hemisferat për kontroll të dorës së majtë. Kjo mundet me sjell benefite sepse informata përcillet para e mbrapa në të dy hemisferat që i mundson neuronet me kriju më shumë lidhje që mundet me rezultu në më shumë ide kreative. Që për shembull, Albert Einstein ka qenë majtak se dhe 5 prej 7 presidentëve të Amerikës. Mirë po nga ana tjetër, një proporcion i personave të diagnostifikuar me skizofreni kanë dorën dominante të majtë. Me qenë djathtak ose majtak ka pak rëndësi, po interesant është me eksploru mënyrën se qysh funksionon trupi jonë. Nuk e di për juve, po sa ma shumë po mësoj për trunin, qaq ma shumë po fascinona për fuqinë e tij. E për fund, ju kallëzomni a jeni djathtak a majtak, po edhe kallëzomni çka kish dash me ditë ma shumë për trunin. E për ma shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube, pse jo në krejt platforma tjera.